Faleminderit shumë që je në këtë lidhje direkte. Çfarë ka ndodhur në Babru? Në fakt, pranvera pa kaluar 12 orë, një tjetër ngjarje e rëndë në fakt ka ndodhur në territorin e komisariatit numër 5. Në fakt, në orën 20:20 minuta është raportuar për një person i cili është gjetur i shtrirë në qendër të Babrus, konkretisht siç duket dhe nga planet mendimin operatorit ton Parin Dado, në qendër të Babrus, pra një këndi të lojrave, në afërsi të shkollës Azem Hajdari, kanë qenë banorët e zonës të cilët kanë lajmëruar se një person rreth 40 vjeç është i gjetur i shtrirë dhe në duke pa shenja jetë, ku menjëherë kanë lajmëruar policinë dhe ambulancën. Sapo ka mbritur policia dhe ndihma mjekësore, kanë konstatuar se personi pra është pa shenja jetë i vdekur në duke i dyshuar me shenja plagë thike në trupin e tij. Zyrtarisht ka policia me pasu konfirmuar se kemi të bëjmë pra me një vrasje ku viktim ka mbetur Hajdar Ismail Gesi rreth 40 vjeç. Aktualisht policia në fakt po punon në lidhje me le themi historikun e viktimës, nëse ka patur apo jo precedent penal ose nëse njihet në zonë, nëse është banor i kësaj zone si problematik apo jo. Megjithatë po bëhet dëkshyrja e vendit të ngjarjes për të parë ose për të gjetur provat e tjera. Aktualisht janë hetuesit e policisë kriminale të policisë së Tiranës, të cilat po këshyrin vendngjarjen dhe po mundojnë që të mbledhin provat e mjaftueshme për zbardhjen e kësaj ngjarjeje të rëndë. Janë sekuestruar edhe disa kamera sigurie për të parë ose për të munduar për të gjetur le të themi prova që mund të ndihmojë grupin hetimor për zbulimin e autorit të dyshuar në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Në fakt, policia ende nuk ka asnjë të dhënë sa i takon autorit të kësaj ngjarje, për shkak sepse sapo janë mbledhur kamerat e sigurisë dhe do të nuk është një emër i njohur për drejtësinë. Mund dyshohet se mund të jetë një vrasje. Jo, nuk është një emër i njohur për drejtësinë deri në këtë moment, megjithatë po bëhen verifikimet e duhura, të paktën sipas disa dëshmive të banorëve të zonës, në afërsi të zonës ku është gjetur dhe trupi i pajet, rreth 300 apo 400 metra në një lokal, është parë një person tjetër me gjak në duar dhe i gjakosur në rroba, ku është futur në një lokal, ka konsumuar alkool dhe më pas është larguar. Megjithatë këto mund të jenë le të themi ndihmë për policinë nëse personi i cili ka qenë me gjak në duar dhe në rrobat e tij mund të jetë apo jo autori i dyshuar. Kjo për të parë është ende herët për të folur në lidhje me këto zhvillime apo me hetimet e policisë sa i takon zbulimit të identitetit të autorit. Është ende herët, ishte rreth orës 20 e disa minuta ngjarja. Ka pasur dëshmitar të tjerë në vend ngjarje të cilët mund të kenë raportuar, thjesht kanë konstatuar trupin e shtrirë në tokë apo kanë pasur edhe indicie të tjera? Dhe a është banor i zonës, kemi informacione se është jeton atë lagje apo detaje të tilla? Ende është herët për të folur për viktimin, po verifikohet nëse është banor i lagjës apo jo, po të paktën policia shprehet se dyshohet të jetë banor i kësaj zone, sa i takon dëshmitarëve të cilët kanë lajmëruar policinë, ata janë shprehur se nuk kanë parë persona të cilët kanë debatuar ose konfliktuar me njëri tjetrin, por kanë parë vetëm personin e shtrirë në tokë, ku për disa minuta nuk ka dhënë shenja jete, pra nuk ka lëvizur dhe menjëherë ka lajmëruar policinë. Megjithatë, po këshyren kamerat e sigurisë, pasi në të gjithë perimetrin e zonës, policia ka zbarkuar duke mbledhur kamerat e sigurisë për të parë ose le të themi për të ndihmuar grupin hetimor në zbulimin e identitetit të autorit. Të gjitha pistat janë të moshme, mund të jetë një atentat ose një ngjarje e rëndë ku ka ndodhur për shkak të një përplasje për arsye banale. Pra, është ende herët për të folur edhe për pjesën e policisë, pasi grupi hetimor ende nuk ka një pistë konkrete. E kuptoj, sa goditje ka pasur apo nuk kemi ende një konfirmim? Vetëm një goditje ka pasur me ti? Nuk dihet pranvera, sepse në momentin që është konstatuar pa jetë, kuptoj që trupi madje para pak minutash se të futemi në lidhje drejt për drejt bashk është marrë nga ambulanca dhe është dërguar drejt morgut të Tiranës, ku pritet që ti le themi mjekësisë ligjore të përcaktoj shkakun e vdekjes dhe goditjet të cilet ai ka marrë në trup për të përcaktuar qartë pra zyrtarisht shkakun e vdekjes dhe sa goditje ka marrë personi viktima për 40 vjeçari, i cili është gjetur nga banorët e zonës. Në sensin që është gjetur i pa jetë në momentin që është konstatuar nga banorët e zonës. Nuk ka pasur shenja jete. Po, pranvera kanë qenë banorët e zonës të cilat pra kanë lajmëruar policinë, nuk ka patur shenja jete. E si do të falenderoj shumë për informacionet.